Ashtu si kryeministri Rama ka premtuar që në krye të herës për të marrë masa konkrete dhe të prekshme për të amortizuar efektet e prodhuara si rezultat i konfliktit në Iran, qeveria shqiptare sot ka ndërmarrë aktin normativ për të ulur aksizën si rezultat i rritjes së çmimeve të naftës në bursat ndërkombëtare, sidomos në 48 orët e fundit. Ky akt normativ parashikon uljen e aksizës me 20% nëse çmimi i shitjes me pakicë i përcaktuar nga Bordi i Transparencës do të jetë mbi 220 lekë për litër për naftën dhe mbi 200 lekë për litër për benzinën. Ky akt normativ do të jetë në fuqi deri në stabilizimin e plot të situatës së krijuar ndërkombëtarisht. Ne jemi të angazhuar për t'ju përgjigjur me përgjegjshmëri çdo sfide, duke mbrojtur qytetarët shqiptar nga efektet financiare të prodhuara si rezultat i konfliktit me Iranin, por edhe të mbrojmë buxhetin e shtetit dhe ekonominë e vendit tonë, sidomos në këtë moment kritik që po përballet bota.